Shikues të nderuar, Dal Po Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Gjykata e Gjirokastrës ka lënë në burg 67 vjeçarin si i dyshuar për kryerjen e veprës penale e përfshirja në marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur. U përfshi në marrëdhënie seksuale me 3 shtetas të mitur me kërkesë të prokurorisë Gjirokastrës, caktohet masa e sigurisë arrest në burg për 67 vjeçarin. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, u caktua masa e sigurisë arrest në burg për personin në hetim VS si i dyshuar për kryerjen e veprës penale, përfshirja në marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur, parashikuar nga neni 100 fraksion 4 i Kodit Penal, më datë 6/3/2026, mbi bazën e kallëzimit penal të viktimës së mitur të veprës penale, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër regjistroi procedimin penal numër 111 fraksion 2026 për veprën penale përfshirja në marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur, parashikuar nga neni 100 fraksion 4 i Kodit Penal. Në kuadër të këtij procedimi, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore, në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër u ngrit një grup hetimor dhe u bë mundur zbardhja e rrethanave të ngjarjes, ku në vijim të kryerjes së veprimeve hetimore u identifikuan edhe 2 shtetas të mitur të tjerë në cilësinë e viktimës së veprës penale, të parashikuar nga neni 100 fraksion 4 i Kodit Penal me autor të dyshuar shtetasin VS 67 vjeç. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër shpreh gatishmërinë dhe garanton një angazhim maksimal për një hetim të menjëhershëm dhe me prioritet për çdo kallëzim penal me viktimë të veprës penale shtetas të mitur. Në raportin vjetor për Kuvendin e Shqipërisë, struktura e posaçme kundër korrupsionit SPAK ka bërë me dije se pastrimi i parave po kthehet në arkitekturë të qëndrueshme në Shqipëri. Pastrimi i parave në ekonominë shqiptare po zhvendoset nga modelet sporadike drejt arkitekturave të qëndrueshme më të sofistikuara. Raportin vjetor për Kuvendin e Shqipërisë, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shpreh se nga analiza e rasteve të hetuara mbi veprimtarinë e grupeve të strukturuara kriminale gjatë viteve të fundit, evidentohet një model integruar i pastrimit të parave, i lidhur ngushtë me aktivitetet kryesore kriminale nga të cilët kanë burimin këto të ardhura kriminale si trafiku i narkotikëve, trafiku i armëve, emigrimi i palishëm, trafikimi i qenie njerëzore dhe skemat mashtruese financiare. Sipas SPAK, skemat e pastrimit karakterizohen nga diversifikimi i kanaleve të transferimit dhe maskimit të fondeve, duke përfshirë sisteme informale të transferimit të vlerave, përdorimin e kriptovalutave, qarkullimin intensiv të paras në dorë dhe fragmentimin e transeksioneve për të shmangur raportimin financiar. Në disa raste konstatohet përdorimi i rrjeteve ndërkombëtare me nyje operacionale në disa shtete, ku ndalen funksionet e gjenerimit të ardhurave kriminale, transferimit të tyre dhe reintegrimit në ekonomi përmes ndërmjetësve dhe strukturave mbuluese. Një karakteristikë e veçantë është shpërndarja e përfitimeve brenda rrjeteve e personat që realizojnë transferimin dhe transportin e parave, zakonisht përfitonin nga 3 deri në 10% të shumës së dërguar. Me normë mesatare të zakonshme, rreth 5% deri 6% të ndara mes koordinatorëve të vendit të origjinës dhe atyre në vendin e pritës, ndërsa transportuesi fizik marrin shpërblim më të ulët, rreth 1 deri në 5% ose pagesë fikse për çdo dërgesë. Në të rësi, sipas SPAK, rastet tregojnë kalimin nga modelet sporadike drejt arkitekturave të qëndrueshme dhe shumë anshme të pastrimit të parave, të mbështetura nga organizimi i sofistikuar, bashkëpunim ndërkombëtar dhe instrumente financiare alternative. Drejtoria e antikontrabandës dhe drejtoria e monitorimit në bashkëpunim dhe koordinim intensiv me degët doganore në Kakavi, por edhe në Durrës, kanë bllokuar 5340 palë atlete që cënojnë pronësinë intelektuale për markat. Drejtoria e antikontrabandës dhe drejtoria e monitorimit dhe bashkëpunim dhe koordinim intensiv me degët doganore në Kakavi dhe në Durrës kanë bllokuar 5340 palë atlete që cënojnë pronësinë intelektuale për markat. Mallrat u përkasin markave Christian Dior dhe New Balance dhe bllokimi u krye në ndyshimin për cënim të drejtave të pronësisë intelektuale. Bllokimi i mallrave u realizua në kuadër të angazhimit të drejtorisë së përgjithshme të doganave për garantimin e barazisë në tregtinë e lirë dhe zbatimin e ligjit. Strukturat doganore po vjojnë verifikimet e për rastet. Drejtoria e përgjithshme e doganave mbetet e angazhuar maksimalisht për të parandaluar çdo tentativë abuzimi apo shkelje të ligjit.
Në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, numri i punonjësve në sektorin shtetëror u zgjerua më tej duke arritur në 186.581 persona, teksa numri mesatar për të gjithë vitin 2025 ishte 185.386 punonjës. Sipas të dhënave zyrtare të Instat në krahasim me vitin 2024, administrata publike u zgjerua me rreth 3.000 punonjës ose me 1.6% më shumë, duke shënuar nivelin më të lartë që nga viti 2002. Në vitin 2002 vendi numëronte mbi 3 milion banor dhe shërbehej nga rreth 186.000 punonjës publik. Vitin e kaluar, 23 vite më pas, popullsia ka pësuar një rënje drastike prej 22%, duke zbritur në rreth 2.36 milion banor, një tkurje që reflekton plagët e emigrimit dhe rënjes së lidhshmërisë. Megjithatë, në vend që të ndiqte këtë trend rënës apo të reflektonte automatizimin e shërbimeve përmes investimeve, qindra miliona eurosh në platforma digjitale, numri i punonjësve në administrat ka shënuar rritje të shpejtë, sidomos pas vitit 2018. Në vitin 2014, fondet për paga dhe kontribute për punonjësit e shtetit ishin rreth 71.4 miliard lek, ndërsa numri të punësuarve në sektorin publik ishte rreth 163.000 persona. 11 vite më vonë, në vitin 2025, administrata publike numëron rreth 185.000 punonjës dhe shpenzimet buxhetore për personelin i arritur deri në rreth 125.7 miliard lek. Qeveria ka paraqitur digitalizimin si një nga shtyllat kryesore të modernizimit të administratës dhe përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e biseneset. Të dhënat e tjera të Eurostat tregojnë se shqiptarët e përdorin e-qeverisje më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian, për shkak se shumë shërbime tashmë mund të merren vetëm online. 78% e qytetarëve shqiptar ndërvepruan me autoritetet publike në mënyrë online gjatë 12 muajve të mëparshëm, në krahasim me 72% që ishte mesatarja e Bashkimit Evropian. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajmë këtu. Mirupafshim.